Pas varrosjes Partisë Punës, Fatuzano ishte kyç në kalimin e shkretirës për socialistëve dhe në bashkimin e tyre me botën demokratike. E kam kujtuar dje gëzimin e tij pas takimit në sallën e madhe bashkëngjitur, ku lajmëroi pranimin e Partisë Socialiste në Internacionalin Socialiste si një familje idesh progresiste të kohës së re. Si dita e diplomës kjo sot më tha duke qeshur. Në krye të qeverisë vendit, ati ju desh drejtonte daljen e popullit nga shkretira e piramidave dhe rifillimin e shtetëndërtimit nga zeroja. Pas katrahurës rrafshuese të vitit 97, duke u përballur me një opozitë primitive, hakmarrëse, destruktive, deri në sulmet armatosura ndaj institucioneve dhe ndaj tij personalisht, fizikisht,